E pat që i drejtova flokët, e pat që dola në përshi nuk e pat edhe mu drodhën prapë, u bënë si bishtrat e dhisë, edhe ndaja u detyrova dhe i braj me dredha tani, që të dalë se shtë bëja nuk i mbaje do të ashtu, i kapa dhe gjysmat lartë, nejse. U përgatita, mora shoqet dorëpërdore, edhe ikëm të shkojmë gjiro në përdyqane, me që është e djelë burri mori djalin të shkojnë në kinema, të shikojnë filmat vizatimor. Unë taj nuk dori të shikoj filma vizatimor, jo, më pëlqejnë dyqanet më mirë. Ndaja edhe thamë, neve do vemi në për dyqane, burrat me familje të venë për kinema, bleva edhe këta vathë, nuk dhja këtë zgjidhja dhe i mora që të dy, nejse ishin të bukur. Pastaja pasi vajtëm në përdyqane një qikë, deri sa vajtën ata në kinema, unë blodëm të gjithë për të ngrënë drekën, darkën, të gjitha bashkë tani, se s'kishim ngrënë gjë nga mëngjezi, edhe ullëm aty të kjo restoranti që si që do shikoni, edhe si që pat edhe të video parë, është o zot këto që të sjellin, këto ishin mëlqi edhe shkruanin mëlqi shqiptare, nuk ishim në restorant shqiptar, po nuk e di tani se i bjen nga Shqipëria, që të themo njërës nuk e dita ashtu shkruan të brënda në menun. Kjo ishte që porositëm për të ngrënë, kuptohet që as gjysmë nuk hëngrëm, i morëm me vete në shtëpi, të pak nuk do keme edhe nese për të gatuar, drekën. Kemi ushqim nga sot, kjo është e vërteta. Në fund të bjen baklavan që është jami edhe çaj. Po. Të kaloni bukur!